A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shkues të nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë me podcastin ton me frim për RTI. Kurse sonte kemi mysafir hoxhin e nderuar Rafet Zaimi. Mirëserdhë hoxhin. Mirëse u gjeta. Si po kaloni? Mirë, alhamdulillah. Ne me juve ja kena nis një serial që është vitin e kaluar me tregime, o kupton. Andaj edhe për sot ke përgatitur diçka, një tregim interesant apo jo? Do ta tregoj një tregim ku gjendet në librin e Buhariut dhe Muslimit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon duke na thënë se ka qenë një njeri më herët që ka jetu. Tash cilën kohë nuk tregohet, a në kohën e Musës, a Isës, apo më herët në kohën e Ibrahimit, a Lutit, por qëllimi është që ne duhet me marrë mësime nga ky tregim. S'është më rëndësi koha. Po, nuk është më rëndësi koha dhe nuk është më rëndësi njeriu, edhe vendi. Ky njeri ka vendos t'jape sadaka natën. Edhe del për me dhënë sadaka, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, del me dhënë sadaka, pasi e jep sadakan, kthehet në shtëpi. Në mëngjes, kur zgjohet në mëngjes, i ndëgjon njerëzit duke thonë se filanit ju është dhënë sadaka, kujna hajdutit. Edhe këtina sikurse i prishet qefi. Edhe thot elhamdulillah. Tash ma ka mundsu Allahu edhe po ja prap sadaka për s'dyti. Del prap natën, thot edhe e takon një grua. Edhe nuk e din se kush është ajo grua. Edhe atë grua, asoj grua si jep sadaka. Edhe në mëngjes kur zgjohet, prap ndëgjon nga njerëzit thot ju është dhënë sadaka një grua lavire. Edhe ki i prishet prap qefi, thot elhamdulillah. Prap natën e tretë, natën del edhe takon një burr. Edhe ati jep sadaka. Edhe prap kur zgjohet në sabah, i ndëgjon fjalët e njerëzive duke thonë ju është dhënë sadaka një pasonikut. Edhe ki thot elhamdulillah. Thot natën e parë hajdutit i paskam dhënë, natën e dytë një grua lavire, natën e tretë një pasonikit. Edhe sikurse edhe në këtë rast mërzitet, natën dëshpërohet, edhe bie me flet atë natën e katër, po ndër Allahu xhelleshanuhu ja inspiron dhe i thot se tu ka pranu sadakaja jote. Se ky ka pas të vazhdon, natën t'jape për çdo natë sadaka, derisa ta gjojë atë njeriu e duhur. Po natën e tretë, masi e ka dhënë natën e katër, në këtë rast e shef një ondë duke i thonë Allahu, në përmes me laqeve se sadakaja jote është pranu. Se ndoshta thot hajduti që i ki dhënë sadaka, ai do të largohet nga vjedhja. Po asoj grua e cila ka qenë lavire, do të largohet nga mëkati i saj për shkak sadakas që i ki dhënë. Thot edhe pasonikut që i ki dhënë, ndoshta ajo është inspirim apo nxitje që edhe ai t'jape nesër sadaka. Edhe me këtë rast, kështu përfundon kjo, edhe ki thot elhamdulillah që pas ka zonë në vend sadakaja ime. Mashallah, tregim vërtet interesant që ka ndodhur në historinë e njerëzimit, e të cilën e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jemi të qartë, këto janë tregime të vërteta, sepse i ka thonë vula e pejgamberisë, njeriu më i famshëm në historinë e njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj hoç, nga këtë tregim, cili është qëllimi i këtij tregimi? Marrë mësime pak. Qëllimi i këtij tregimit është se veprat të Allahu xhelleshanu konsiderohen sipas niyetit. Si e ban niyet, ashtu edhe e ki edhe sevapin. Edhe pse ndoshta ti atë punën tënde që e ki dhënë, që e ki bë, është gabim, ama niyetin e ki pastër. Andaj nëse gabimet pas qëllim
nuk e hupin shpërblimin të Allahu xhelleshanu. Se ka ndodhur edhe në këtë rast është edhe një tregim kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Sallallahu alaihi wasallam. ku thua që një sahabi Ma'an ibn Yazid. Ky Yazidi, baba këtij Manit, Yazidi merr disa sadaka edhe e çon te një xhami. Edhe jep një njeriut për t'i dhënë sadaka nevojtarëve. Djali vet shkon rastësisht, ka pas nevojë, shkon te xhamia, një nga xhamiet atje në Medinë, edhe e merr sadakon nga një njeriu. Edhe kur vjen te shtëpia i tregon babait vet dhe i thot, unë kam marrë sadaka pi filanit. Baba vet thot, unë nuk e kam bën niyet për ty. Thot, unë e kam bën niyet për fukarat. Edhe djali vet edhe baba vet shkojnë te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe ja tregojnë historinë. Edhe i thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ky Yazidi thot, unë e kam bën niyet për me dhën sadaka. Edhe kam mbledh disa të holla edhe i kam lënë në xhami. Po djali im ka shkuar e ka marrë. A unë nuk e kam pas qëllim për djalit tem mi dhën sadaka. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ti e ke shpërblimin të Allahu xhalleshanu si me dhën sadaka. Ti e ke pas niyet me dhën sadaka. A ti e ke marrë atë shpërblimin në emër të fukaras e ke marrë sadakan. Thot, edhe ti e ke mirë, thot, edhe ti e ke mirë. Andaj Ibn Hajeri thot, niyetin që e ban njeriu shpërblet Allahu xhalleshanu, sepse Yazidi e ka pas niyet me i dhën fukarave. Edhe e ka marrë shpërblimin të Allahu. Po edhe djali vet Ma'ani, edhe ai e ka marrë shpërblimin të Allahu se ai ka shku ka pas nevojë. Ka pas nevojë për çast sadaka, edhe Nuk e ka haram. Nuk e ka të ndaluar, edhe ka shku edhe e ka marrë domethënë atë sadakan. Mashallah. Kjo është qëllimi. Qëllimi është me fjalë të shkurta se një vepra të koncentrohen te Allahu xhalleshanu sipas niyetit, edhe pse ndoshta vepra nuk është e qëllume që ndoshta më vonë do të shohim domethënë atë dobit nga ky hadithi, por më rëndësi është niyeti ne ta bëjmë të pastër. A do të thotë kjo hoç që unë ku të muj, ja, e kam një jetën e mirë, apo du të pak një kontrol me baba? Do të kallëzojnë domethënë një nga përfitimet e këtij hadithit. Domethënë fillimisht e para, domethënë çka mundna me dobit e këtij hadithit është se sadakaja ka qenë një adhurim i hershëm edhe tek popujt më herët. Tek popujt, domethënë para pejgamberit alayhi salatu wasalam, kjo vepër, ky adhurim ka qenë edhe tek ata, sepse është një punë që është mëshirohen njerëzit. Se njeriu kur e ndihmon njeriu me sadaka, e tregon atë rahmetin, mëshirën e vet. Jo që Allahu xhalleshanu hasha wa kella nuk ka mundësi me i ushqy njerëzit, por njeriu kur e ndihmon vllaun e vet me sadaka, i jep, e ndihmon, ja kryen një punë, e nxjerr që të në pilloçit në atë aspektin, domethënë e ndihmon, ja hek një gajle me çat sadakan tonde. Andaj kjo tregon se njerëzit mëshirohen mes veti. Se këtë mundësi mundet edhe Allahu xhalleshanu, se këtë kjo pasuri çka njeriu e fiton është shkak Allahu xhalleshanu. Ti është kader prej Zotit. Allahu ta ka dhënë. Se ne e dim se njeriu kur lind pa asgjë. Po pastaj Allahu e furnizon, i jep bojllëk, i jep bereqet, edhe këtë atë pasuri që e fiton domethënë me caktimin e Allahu xhalleshanu. Edhe çat pasuri që ti pastaj e jep edhe jep fukaras, nevojtarit, andaj ti me atë pasuri e pastron pasurinë tënde, mallin tënd. Sepse ka shumë hadithe tash nëse flasim për sadakan, ka shumë hadithe ku pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë sadakaja është argument për imanin tënd, është dëshmi që ti ke iman. Nuk ka mundësi me dhënë sadaka i cili s'ka iman. Por njeriu i cili, nëse ne e shohim njerëzit që japin sadaka, e kallëzojnë imanin e vet, besimin e vet. Se ky iman, ky besim, ky islam neve na jep, na çon që ne dojmë të japim sadaka, sepse e dim se këtë pasuri çka e kemi është
me lejen e Allahu xhaleshan. Allahu neve na ka dhënë. Edhe tash ti kur e din se Allah ta ka dhënë ti duhesh me dhon edhe atina çka s'ka. Jo që Allahu s'ka mundësi me furnizuar atë tjetrin. Por Allahu kur ta çon fukaran, ta di se ta don të mirën tënde. Se me pasurinë tënde, me sadakën tënde ti e pastron mallin tënd. Se shiko, thot Allahu xhaleshanu, kad aflaha man tazakka. Ka shpëtuar i cili ka dhënë sadaka. Se sadakaja është edhe pastrim i pasurisë tënde. Se njeriu ka mundësi brenda biznesit që e ka fitu qatë pasuri, me e preli me haram, me gjona, ose ka bo beje në rejnshëm. Edhe thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, çajo sadaka ta pastron atë rejnshmën tonë, atë pasurinë tonë që e ke fitu me haram. Pastaj ka shumë hadithe, sadakaja shëron nga smujet, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, shëroni sëmundet e juaja me sadaka. Sadakaja të mbron nga të këqijat. Ne jemi dëshmitar, njeriu kur jep sadaka dënjerë ban deshe edhe Allahu xhaleshani e ruan nga vdekja. Edhe çka thënë njerëzit? Vetë sadakaja ka Vetëm sadakaja ka rrit. Sadakaja pastaj bëhet dritë edhe në varr ku shkon njeriu. Ku shkon njeriu vjen sadakaja dhe e ban dritë. Andaj njeriu i cili jep ta dim se edhe Allahu xhaleshanu ka mjashtu pasurinë më shumë. Të sosh një hadith dhe me këtë e përfundojmë këtë dobinë e parë që është sadakaja ka qenë edhe më herët, ku pejgamberi alayhis salatu wasalam i thot për çdo sabah, për çdo mëngjes njeriu t'i vin dy melaçe. Njëra i thot o ti njeri, nëse jep sadaka, ta di se Allah ka me ta shtu pasurinë. Thot nëse nuk jep, ta di se edhe Allahu xhaleshanu ka me ta apo ka me ta ngushtu atë pasuri. Nuk ka me dhon Allahu xhaleshanu pasuri nëse ti nuk jep. Andaj, e tash ne duhet me vendos. A jemi për atyre që Allahu ka me na dhon, duat e me laçeve, apo jemi për atyre që Allahu xhaleshanu ka me ndaluat atë dhonjen e pasurisë, domethënë, nëse ne nuk japmi te fukarat. Dobia e parë. Po. E dyta është nga ky tregim mujna me marrë mësime përmbushja e zotimeve. E kemi obligim, nëse dikush zotohet për diçka, e ka obligim ta përmbush zotimin e vet. Ky njeri çka tha? Te ky tregimi. Kur dha sadaka fillimisht hajdutit, tha ka me dhon sadaka prap. Po, s'ka munal. Nëton e zotoj dhe tha që une, pasi kjo sadakaja e parë nuk zu vend, ja kom dhon hajdutit, kam i shku edhe kam e dhon prap për s'dyti. Edhe dha për s'dyti, dha për s'treti, e kështu më radhë derisa pa ëndër kur Allahu xhaleshani i tha tu ka pranu sadakaja. Sepse është zotimi, përmbushja e zotimit është një nga cilësitë e një muslimanit. Kur njeriu zoton diçka, ban beje, që une këtë ka me bo, andaj e ka obligim me bo. Thotë Allahu subhanahu wa taala, yufune bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ata muslimanët e vërtet janë u përmbahen zotimeve dhe i friksohen ditës të meri i së cilës përhapet gjithkund. Këto zotime që janë pa kushte, se ky zotim e ka bo, ma janë pa kusht, të kam me dhënë sadaka. Këto janë më të mira të Allahu xhaleshanu. Ama zotimet të cilët janë me kushte, ato janë të lejuara, ama nuk janë të lavdruar të Allahu xhaleshanu. Shembull si. Tash zotimet pa kushte, sukur ki njeri thotë unë kam me dhënë sadaka, jep në xhami sadaka, jep atij, jep fukaras, i vjen një fukara, jep sadaka, shembull familjarëve, jep sadaka. Po njeriu në herë sadakan e kushtëzon, sadakan e vetë e kushtëzon. Kujna ja kushtëzon Zotit. Dhe i thotë, o Allah, nëse ti mu mashnosh e vladin tem, unë kam me prej një korban. Ky është e lejuar, apo kjo nuk është e lavdruar te Allahu xhaleshanu. Që ti e kushtëzon Zotin. Nëse ti mu mashnosh e vladin, unë kam me dhënë sadaka. Nëse ti mu më jep pasuri, unë kam me shku në hax. Nëse ti mu ma kthen e vladin shnosh, unë kam me prej një korban. Këto janë zotime me kushte. E këto në Islam nuk janë të mira. Ama sikurse rasti i këtij njeriu i cili e ka është zotu, ama është zotu pa kusht, ka thonë e ka pa që nuk ka zonë vend sadakaja te njeriu i parë, ka thonë kam e dhënë prap.
Kur e ka pa te e dyta, ka me dhon ka thon prap, deri te e treta, ka pas të vazhdon derisa ta gjojë fukaran të e duhur. Po. Por në këtë rast Allah xhaleshanu natën e 4 edhe ja çon natën në ëndër dhe i thotë që sadaka jote tu ka pranuar edhe e mbaron me çaq. Kjo është e dyta. Tash dobi e tretë është sadakan është mirë njeriu kur ta jep me mshef, mos më dhon haptazi. Edhe ajo haptazi vëzë vend. Po sadaka më e mirë te Allah xhaleshanu është me mshef. E qysh pika kjo nxerët kjo dobi është që ky njeri tha ka më dhon sadaka natën. Ka më dhon sadaka natën ku njerëzit këtë flenë. Ku smirët vesh. Ku smirët vesh. Edhe prate edhe ka gabuar edhe njeriu se se ka pa. A për fat ke sot të ne ku jap me sadaka telefonat, Facebookat, kamerat, hajde se jam të jadoni thes mill. E kjo nuk është mirë tek muslimant. Pse? Shikoni, fillimisht thot Allahu xhaleshanu in tubdu sadaqatun fa na'im ma'i. Nëse jep sadaka haptazi, kjo është e mirë. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairun lakum. Ama nëse jepni fuqarave dhe e mshefni atë sadaka, kjo është më e mira te Allahu xhaleshanu. Kjo është më e mira te Allahu xhaleshanu nëse ti e mshef as sadakan tënde tek fukarat. Edhe pse edhe në herë ndoshta haptazi shembull, ditën e xumë shpesh herë xhallat lipin parë, edhe njeriu del xhamati edhe tash japin. E tash e shef. Edhe pse e shef, në këtë rast nuk prish punë, po qëllimi është i më dhon sadaka, mos më dhon për sy e faqe, po më dhon që si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, njën nga grupa që Allahu xhaleshanu do t'i fusë në hijen e tij ditën e Kiametit, është ata njerëz të cilët japin sadaka me dorën e djathtë, ku dora e majt nuk e shef çka jep dora e djathtë. Thot Ibn Kaimi, sadakaja më shefta çfarë do bie ka? Se sadakaja më shefta thot nuk e nënçmon të fukaran, nuk e shtin siklet para tjerëve. Se shikoti, kur t'ja japsh sadakan fukaras, edhe ti e nxjerrën video, në foto, në Instagram, Facebook, në Snapat, në këtë rast ti fukaran e nënçmon, apo e shtin, nëse ti nuk e nënçmon, ti nuk e kin jetë me nënçmon, po e shtin siklet se kanë me po këtë dunjoja. Këtë dunjoja kanë me po se filoni ka marrë sadaka. Edhe e dyta, e ruan atë sinceritetin në jetin tanë, në këtë rast, ti ku ta jap sadakan natën, në sheftas, në tonë, pa dyshim se nuk hen ati syfasia, po e jep me për Allah. Ama ku ta jap ti para njerëzive, apo me fotografu, ka mundësi, në tonë, syfasia, në tonë, me hinje në të sadakan tënde. Kjo ke e treta. Tash nëse shkojmë në tonë dobi tjera, e katërta është, sadakaja ju takon njerëzive të ndershëm dhe nevojtar. Që ma parashtove pyetjen, në tonë njeriu kur ta jep, a du të me shiku? Po, sadakaja ju takon njerëzive që janë nevojtar dhe të ndershëm. Jo ku të mrinsh. Shembull tash, nëse vjen pyetja, këto çka lypin në për samafora, në përsent, a lejohet me ju dhon sadaka? Ne thamë se më varet nga nijeti, Allah e shikon nijetin, por do të me shikua edhe nevojtarin. A është i ndershëm, a është namazli, a thu vallat pasurin ku ka me qu, a ka me qu në haram, në duhan, në alkohol, apo në vende ku nuk është razi Allah, apo ka me qu të evladi vet, ka me ble buk. Andaj, shembull, duhet me shikue sadakan me dhon me një vend që është që kamet është si thënë të ne sadakan rjedhse. Mos shiko e keni pa tash biznesmenat sot bën biznese që janë afatgjate. Nuk ka biznes, ata që janë afatshkurte sot e kanë nesër, nuk është biznes i mirë, këtë rast. Po bizneset afatgjate si cili mundohet me bëu çase biznesi. Edhe ti i cili don me dhon sadaka, mundohu me dhon sadaka që është afatgjate, me shiku njeriu, shembull studentit. Studentit i jep sadaka, po nesër ai me sadakan tënde do të bëhet mjek, inxhinier,
do të bëhet në hoxh, do të bëhet diçka, do t'ja shohin hajrin edhe populli jot, ose ti kemi apo hajrin prej atij. Për këtë shkak kjo është këshill, kur ta jepni sadakan, zgjedhni njërin, jo ku të mujni, sepse ki njeriu në këtë tregim e pa që tek i ponri hajduti tha s'kam dobi piktina. Te e grua lavire tha s'kam dobi piktina. Te pasoniki tha ai ka pasoni. E boni një jetë domethënë që me dhon sadaka për çdo ditë derisa ta xhojë te nevojtari. Për këtë shkak andaj duhet të kemi kujdes kur të japim sadaka, duhet me zgjedh njeriu edhe me kon sadakaja, domethënë afatgjate. Kjo është më e mira. Shembull, e financon një libër, edhe kjo është mirë, ose e blen një Kur'an, e çon në xhami, njerëzit kanë me lexu, studentët kanë me lexu. Ndihmon podcastin. Ose ndihmon podcastin, ndihmon videot, e shpërndon ilmin, e shpërndon davetin. Edhe këtë janë këto sadaka afatgjate, çka ti edhe kur shkosh te Allahu, derisa të ekziston ai objekt, ose ai libër, ose ai davet, kanë me shku sevap e ty. Po. E pesta, njeriu duhet të thuhet, njeriu duhet të thotë çdo herë, edhe nëse i ndodh ndonjë e mirë apo e keq, elhamdulillah. Prej nga kjo, ky njeri kur e dha sadakan e parë, e pata e duti, tha elhamdulillah. Që Allah xheleshan më ka mundsuar që me dhon prap sadaka. Andaj edhe nëse të godet, nëse Allah t'jep të mira, dush me thonë elhamdulillah. Sikur se ka në hadith, ku thot Aisha radiallahu anhu, thot kur i vishin gjëna të mira te pejgamberi alayhi salatu wassalam, thotë elhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Falëndrimi takon Allahut me begatin e tij ku përmbushen veprat e mira. Ta kur i vjen ndonjë e keqe, thotë elhamdulillah ala kulli hal. Falëndrimi takon Allahut për çdo gjendje, për çdo sen. E njeriu nga ky tregim morën mësime se duhet çdo herë njeriu ta falëndron Allahun xhaleshan. Edhe nëse Allahu jep të mira, po kur të jep Allahu të mira, ti duhesh me falëndru me gojë, me zemër dhe me gjymtyr trupit, me namaz. Sikur se i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, inna atainaka kel kauthar, o Muhammed, ty ta dham kautherin, lumin xhennet, edhe ti kemi kon pronar i asoj lumit. Aman nuk tha vetëm tash çu dhe falëndroj Allahun, po tha fesalli rabbika wanhar, çu falëndroj Allahun me namaz, falë namazin edhe prej kurban për Zotin tan. Në falë namazin, sepse namazi është falëndrimi i Allahut xhaleshanu. Edhe njeriu kur Allahu i jep të mirat e dunjos, i jep pasuri, i jep evlat, i jep shëndet, duhet me thonë elhamdulillah me gojë, duhet me thonë me zemër, edhe duhet me e dëshmu me veprat e tij. Kjo dobi e radhës. Kjo është domethënë dobia e 5, kurse tash nëse shkojmë është edhe kemi edhe disa dobi, është dobia e 6. Njeriu nga ky tregim morën mësim se njeriu duhet të insiston në punë të mira. Nuk duhet me thonë unë e bona një punë edhe mu mjaftu me qaq. Po jo, nëse e bën një punë mundo ta bësh dytën, mundo ta bësh tretën, të katërtën, pesën, sepse nuk e din ti cilën punë Allah ta ka bo kabull. Njeriu në këtë tregim çka tha? E bëni një vepër, dha sadaka. Pe po që ka mundësi kjo punë nuk pranohet, edhe shkoj e bëni për s'dyti. Do të ne bëni për s'treti, derisa ju shfash në ëndër duke i thonë se tu ka bo kabull. Andaj njeriu në dunjë duhet të insiston të bën vepra të mira edhe të lloj-llojshme. Jo të mjafton unë vetëm me sadakan, jo të mjafton unë vetëm me namazin, jo të mjafton unë vetëm me lexim të Kuranit, po jo, duhet të fal namaz, duhet të jep sadaka, duhet të lexon Kur'an, duhet të bën mirë, sepse nuk e dim ne cilën vepër Allahu xhaleshanu ta bën kabull, ta pranon edhe ta peshon ditën e Kiametit. Kjo është një dobi që duhet me pas kujdes, njerëzit në dunjë gjatë ditës të bëjnë vepra të mira, jo vetëm një vepër, jo vetëm namaz me thonë, unë e bona namazin edhe tjerë tash edhe s'më intereson për sen e tjerë. Jo, e bën namazin, lexon Kur'an, jep sadaka, bën vepra të mira, edhe i thua Allahu xhaleshanu, unë kaq mujta me bë. Andaj jo vetëm u mjaftu me një vepër çka e bën. E shtata është ëndra e mirë
është prej Allahut, edhe është një nga lloj të shpalljes të pejgamberëve. Ëndra e mirë, nëse Allahu xhaleshanu ndonjë secili prej nesh përjeton ëndra të mira ose ëndra të këqija. Kurse ëndra e mirë është një, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, një nga shpalljet apo një e 99 e shpalljes. Se shpallja ka mbaru me në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Po ndonjë a mund me dal rastet mundet Allahu xhaleshanu me ta çuni ëndër pas një ditë apo një javë pas një muaj apo pas një vite me dal çaj ëndër. E kjo është një nga shpallje. Po ëndrat e mira ki fjalën. Po ëndrat e mira. Pra thot pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ëndrën e mirë kallxoja atina çka e don. Ëndrën e keqe mbaje për vete. E ëndrën e mirë, nëse dikush shef ëndra të mira, mos ja kallxoz çdo kujna, po kallxoja atina çka të beson, çka nuk tallat. E ëndrën e keqe, domethënë nuk bën. Edhe e teta dhe me këtë e përfundojmë sonë. Po. A lejohet me i bo mirë njeriu i cili është mëkatar apo është lavire ose dikujt tjetër, hajdutit ose me një fjalë tjetër, a lejohet me dhon sadakan te njeriu që nuk është kompetent. Pra, apo nuk e meriton. Thonë, përgjigja është që lejohet, sepse ka mundësi çaja sadaka jote, çaja fjalë e mirë jote, çaja punë e mirë jote, që atë me krej edhe marrë në xhami. Sepse sa njerëz ndoshta kemi sot që dojnë marrë në xhami, po s'ka kush t'i afron. Shembull hajduti, ose gruaja lavire, ose dikujt tjetër. Nëse ne nuk shkojmë mi afru ata nuk vinë xhami. E çka duhet të bëjmë ne? Duhet me shku edhe shembull ndoshta me marr zemrën, me gjeste. Me një punë të vogël, ndoshta ai vjen edhe me ti më fal. Me një fjalë të mirë, ai vjen edhe me ti me ngun një ders. Me një punë të mirë çka e bën, ai mundet me ndryshu cello krejt jetën e vet. Për këtë shkak, në lejohet, si pyetje, lejohet me i dhon njerëzive që nuk e meritojnë. Shembull, vjedhsi, hajduti, gruaja lavire. Po çka ka bë sadakaja atij njeriu? E ka bë që hajduti me lën atë vjedhjen. Ajo gruaja lavire me lën mëkatin e vet. Pasoniki ka qenë nxitës që ai t'jape sadaka, sikurse ka pranuar sadakan, edhe ai pastaj ka vazhduar dhe ka dhënë sadakan. Këto janë 8 dobit nga ky tregim. Pika të shkurtë, edhe pse nëse ndalmin me shpjegu për çdo pikë, ndoshta do të marr kohë, po deshta pika të shkurta që ishte tregim interesant për mua, po besoj që do të jetë interesant edhe për njerëzit, për ndëgjuesit. Ishte një tregim vërtet interesant me plot mësime dhe dobi. Allah i shpërbleft, inshallah janë të kënaqur edhe shikuesit. Hoc për fund a kemi kështu diçka? Jo, vetëm Allah inshallah xhaleshanu na jep të mira e dunjos e çka të mirë që e kemi me e shfaq edhe me u kallëzu njerëzive se këto të mirat, se thot Allahu xhaleshanu wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith, të mirat e Zotit kallëzohen njerëzive. Nëse Allahu të ka dhënë të mira, andaj çka të mirën tënde kallëzohu apo ndihmohu njerëzive që kanë nevojë për të mirën tënde. Shifemi pra të mërkurën e ardhshme. Selam aleikum.